Jemi këtu në qendrën komunale të numërimit në sallën 1 tetorin në Prishtinë, ku nga dje ka nisur procesi i numërimit të votave për asamble komunale, gjithashtu verifikimi i votave për kryetar dhe partitë politike. Megjithatë, që nga dje ka pasur edhe disa probleme teknike në këtë qendër, por edhe në disa prej qendrave të tjera sa përket nisjes së këtij procesi numërimit dhe për gjitha këto çështje për mbarvajtjen e procesit të numërimit votave dhe se kur mund të kemi rezultatet përfundimtare para se shkojmë në balotazh, do t'i diskutojmë këtu në këtë qendër të numërimit me zëvendësin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezin. Atëherë Valmir, përshëndetje dhe faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit, mirë se erdhët në QKN këtu në Prishtinë. Faleminderit. Valmir, sot jemi në këtë qendër sot duke që ka pasur disa probleme teknike dhe ende nuk ka nisur procesi numërimit, apo çfarë po ndodh? E para, nëse mund ta shpjegoj para se të përgjigjem drejt për drejt në këtë pyetje, ta shpjegoj procesin i cili ka ndodhur që nga dita e diele. Pra, deri në orën 19 është zhvilluar procesi i numërimit dhe menjëherë pas kësaj në të gjitha vendvotimet në 2571 është zhvilluar procesi i numërimit të votave për zgjedhjet për kryetar të komunave dhe i pjesës së fletvotimit të votave, do thotë, për subjektet politike nga zgjedhjet për kuvende komunale. Dhe rezultatet nga ky numërim janë evidentuar në formular dhe pastaj janë transmetuar edhe në platformën e rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilat janë parë nga të gjithë. Menjëherë pas kësaj materiali zgjedhor i cili ka qenë në këto vendvotime është tërhequr dhe është grumbulluar në 38 qendra komunale të numërimit, nga një sa është vendosur për çdo komunë të vendit. Dhe procesi i cili ka filluar të zhvillohet të hënën nga mesdita ka të bëjë me 3 aspekte kryesore. Verifikimi i rezultateve të kandidatëve nga zgjedhjet për kryetar të komunave, nga formularët që janë plotësuar në vendvotim, do thotë nga pas procesit të numërimit, pastaj verifikim të rezultateve të subjekteve politike nga zgjedhjet për kuvende komunale, që gjithashtu janë plotësuar në formular të dielën në mbrëmje, dhe procesi tjetër i cili ndodh për herë të parë është numërimi i votave të anëtarëve për kuvende komunale. Sipas informacioneve që kemi nga komunikimi me Komisionet Komunale të Zgjedhjeve, deri të martën në mesditë, procesi ka filluar dhe po zhvillohet në 35 qendra komunale të numërimit. Në një prej tyre, në komunën e Hanit të Elezit, të hënën në mbrëmje ka përfunduar të gjithaj procesi i cili duhet të zhvillohet këtu dhe që shpjegova më herët. Në 3 prej qendrave komunale, siç është kjo këtu në Prishtinë, në komunën e Podujeves dhe ajo në komunën e Klokotit, nuk është zhvilluar sipas planifikimit për shkak të problemit që është faqur me internetin e dobët, i cili po pamundëson transmetimin e pamjeve nga kamerat të cilat janë të vendosura në tavolinat e numërimit, në ekranet. Pra ka të bëjmë me shpejtësinë e internetit? Po, do të krejtë ka të bëjmë me internetin e dobët, nuk ka të bëjmë me platformën e rezultateve, sepse ajo platformë është duke funksionuar dhe në këto qendra komunale të numërimit ku po zhvillohet procesi i verifikimit dhe numërimit, gjithçka po shkon mirë dhe në këtë platformë po bëhen evidentimi i këtyre rezultateve. Ndërkohë në Podujevë dhe në Klokot, deri në çfarë faze ka shkuar procesi i numërimit apo nuk ka nisur fare atje? Do të thotë nuk ka pasur, si themi, mundësi që të fillojë dhe të përfundojë ndonjë vendvotim i caktuar për shkak do të thotë të këtij problemi që është vërejtur qysh në fillim. Ekipet e KQZ-s janë marrë gjatë ditës së djeshme dhe sot besojmë që brenda një kohë të shpejtë gjatë ditës të mund të fillojë edhe në këto 3 qendra komunale këto procese, këto aktivitete që janë të parapara me ligjin për zgjedhjet të përgjithshme, por edhe me aktet nënligjore dhe procedura tjera të KQZ-s. Dhe në këtë qendër ku jemi, Valmir, deri në çfarë faze ka mundur shkoj procesi i numërimit, pasi që e dim që edhe dje, përkundër faktit që nesër me vonesë nisi procesi i numërimit, apo jo? Por, do të thotë pikërisht për shkak të këtij problemi që nuk të i kaloi, atëherë nuk arritëm që të përmbyllim numërimin atyre dhe verifikimin e rezultateve nga ato kutitë e votimit të cilat do të thotë
u ishin vendosur grupeve të numërimit në tavolinat numërimit. Do dikë se mund ta shpjegoj me rëndësi ky proces sepse çdo gjë që zhvillohet këtu në qendra komunale bëhet në transparencë të plotë. Ekranet janë të vendosura enkas për vëzhguesit në mënyrë që të mund të shohin flet votimin i cili prezentohet në pranë kamerës e cila është vendosur në çdo tavolinë numërimi. Kjo është procedura standarde që ndiqet për transparencë. Vetëm në këtë mënyrë do të thotë votuesi përveç që vëzhguesit natyrisht se duhet ta shohin me sytë e tyre plotësimin e flet votimit që është bërë nga ana e votuesit. Dhe gjithashtu përveç që do të thotë shohin pamjen e flet votimit se si është plotësuar nga votuesi, shohin edhe ndërveprimin në platformë të zyrtarit i cili evidenton votën për kandidatin e caktuar. Kjo transparencë është e domosdoshme në mënyrë që të kemi besueshmëri në proces. Po, dhe a keni shpresa që deri në fund ditës mund të nisë ky proces? Do të thotë edhe në bazë komunikimit që kam me zyrtarët tanë, të gjithë janë optimistë që brenda ditës do të mund të fillojmë me këtë procesin i cili do të zhvillohet në këto qendra. Po, edhim Por do të kemi sigurisht kontaktet vazhdueshme me mediat edhe për të informuar lidhur me ecurinë. Po, a keni marrë ankesa deri më tani nga ndonjë parti për vonesat në nisjen e numërimit në këto qendra apo Jo, nuk kemi pasur të paktën unë nuk kam parë ndonjë lajm në ndonjë media të ndryshme nga ndonjë subjekt politik. Shumë prej subjekteve politike, sidomos ato parlamentare, janë të përfaqësuara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, janë të njohura me çështjet, me sfidat me të cilat është ballafaqoar KQZ në këto 3 qendra komunale të numërimit dhe unë të paktën deri më tani nuk kam parë ndonjë ankesë publike e cila është shfaqur, por natyrisht se këto janë shpjegimet zyrtare dhe që kanë të bëjnë me këtë çështje që është paraqitur. Dhe marr parasysh Valmir që keni një kohë të kufizuar për shkak të afatit të balotazhit. A rrezikon që vonesat në nisjen e numërimit në këto qendra rrezikojnë ato afatet dhe të hyjnë pastaj në probleme me shpalljen përfundimtare të rezultateve ajo? Besojmë që nëse flasim bazë të numrave deri sa e martë diku në rreth orës 11 apo deri në mesditë, numri i vendvotimeve të cilat janë numëruar dhe verifikuar në këto qendra komunale ku nuk ka pasur ndonjë problem, ka qenë më shumë se rreth 250. Do të thotë janë procesuar në platformë, janë nështruar të gjitha atyre hapave që duhet të ndiqen nga zyrtarët rreth 500 kuti votimi. Pra është një dinamikë jashtëzakonisht e mirë në mënyrë që të zbatohen, të plotësohen afatet në mënyrë që edhe të bën pastaj përgatitje tjera për raundin e dytë. Ligji për zgjedhjet lokale na obligon që raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetarët komunave të mbahet pas 4 javësh, që kësaj radhe i bie tjetë data 9 nëntor, dhe nëse gjithçka sot do të fillon edhe në këto 3 qendra komunale, atëherë jemi brenda këtyre afateve. Po, dhe a ka një plan kur do duhet shpalleshin rezultatet përfundimtare, a kemi pasur një datë? Shpallja e rezultateve përfundimtare më shumë është ndërlidhur me proceset e cilat duhet të kryhen nga ana e KQZ-s. Në kohën kur do të përfundoj këto aktivitete në këto qendra komunale, procesi zgjedhor do të është vendosur në një hapësirë tjetër, siç është qendra e numërimit dhe rezultateve. Në këtë qendër bëhet numërimi i fletvotimeve nga votimi personave me nevoja të veçanta. Në ditën e zgjedhjeve KQZ ka mundësuar votimin për 3467 persona nga kjo kategori. Pra është votim i cili është zhvilluar jashtë vendvotimeve përmes ekipeve mobile lëvizëse dhe gjithashtu në këtë qendër bëhet numërimi i votave nga votimi jashtë Kosovës
dhe gjithashtu edhe numërimi i fletvotime nga 54 vendvotimet ku është mundësuar votimi. Pra numërimi këtyre votave do të nisë më njerë pas përfundimit të procesit? Sa mund përfundojnë to procedura, sepse është e rëndësishme të bëna disa procese që kanë bënë me skanimin e listës përfundimtare të votuesve e të tjera, por do të thotë fillimisht do të kryen procese që janë këtu në qendrën komunale të numërimit në të 38 dhe pastaj të kalohet në qendrën numërimit dhe rezultateve. Vetëm pasi të kryen do të thotë to procese, ne KSZ-ja mund të shpallë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve për kryetarët komunave dhe për kuvende komunale. Natyrisht, se synimi ynë ka dhe disa fate dhe për ankesa, apo jo që mund shkojnë në PZAP, në Gjykatë Supreme andaj? Me prioritet trajtohen natyrisht rezultatet që kanë të bëjnë nga zgjedhjet për kryetarët të komunave, pikërisht me qëllim të funksionimit brenda këtyre afateve që pastaj të bën përgatitjet edhe për datën 9 nëntor. Po, e përmende Valmir që në kuadër të këtyre procesit fundit numërimi do të jetë edhe numërimi votave të diasporës. Flasi për këtë pjesë pak si ka shkuar procesi edhe i bartjes së votave edhe mbarvajtja për shkak se është hera parë që KQZ-ja organizon në këtë formë, apo jo me dërgimin me postë të fletvotimeve, ose cilat kanë qenë ndoshta problemet dhe a ka probleme që do duhen ndoshta të keni parasysh në të ardhmen që të evitoheshin? Sigurisht se ka qenë ndërmarrje e vështirë për KQZ-n, sepse numri i shtetësve që janë regjistruar për të votuar përmes postës ka qenë 43.933. Dhe KQZ në bazë të rregullave zgjedhore për regjistrimin dhe votimin jashtë Kosovës i ka dhënë detyrë vetes që këtyre votuesve që regjistrohen t'u dërgoj pakon me fletvotim në adresën e tyre të cilën e kanë lajmëruar, e kanë paraqitur gjatë regjistrimit. Dhe sipas informacioneve të fundit, me qëllim të mundësimit të votimit jashtë Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka funksionalizuar 22 kuti postare në shtete të ndryshme, si dhe është funksionale kutia postare KQZ-s në Kosovë. Pra, një votues i regjistruar nga Gjermania ka mundur të dërgoj pakon e tij me fletvotim në adresën e kutisë postare të KQZ-s, e cila është hapur në shtetin e Gjermanisë, apo dhe kështu në Zvicër, Itali, Francë e shtetet e tjera. Dhe nga informacionet e fundit që kemi nga votimi jashtë Kosovës, nga tërheqja e dërgesave postare që është bërë në datë 13 tetor nga 22 kuti postare, numri i zarfeve të supozuara me fletvotime që janë tërhequr është më shumë se 33.000. Këto do të cilën në Kosovë do të nënshtrojnë procesit të verifikimit, dhe verifikimi do të na bëj të mundur të dim nëse ato brenda atyre pakove ka fletvotime, pra nëse votuesi e ka vendosur sërish fletvotimin brenda atyre pakove, dhe gjithashtu verifikon nëse të njëjtat janë dërguar nga votuesit të cilët janë regjistruar për të votuar nga jashtë Kosovës. Pra, vetëm pasi të kryhet këto verifikime, ne do ta dimë saktësi sa nga këto më shumë se 33.000 zarfe me fletvotime të supozuara përmbajnë fletvotime dhe të cilat pastaj nënshtrojnë procesit të numërimit. Dhe aktualisht a janë bartur në Kosovë apo? Jo, janë në proces, besoj që brenda këtyre ditëve do thotë këto dërgesa janë tërhequr, do thotë nga kutit postare. Në të gjitha, nga të gjitha kutit? Nga të gjitha shtetet me përjashtim të kutisë postare në Shuban, në New York, i cila sipas planifikimit do të bëhet gjatë ditës së sotme, pra me datë 14 tetor. Të gjitha këto do të thotë janë tërhequr dhe pastaj natyrisht se përmes postës do të kthehen në vendin tonë për të nënshtruar atyre procedurave që i përmendëm në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Po, dhe a do të jetë diaspora përsëri pjesë edhe balotazhit? Natyrisht, të gjitha ata shtetas të Kosovës që janë regjistruar për të votuar nga jashtë Kosovës në raundin e parë, nëse komuna e tyre ka shkuar do të shkon në balotazh në raund të dytë, atëherë të njëjtit do të kenë mundësi për të votuar. Kësaj radhe kuptohet vetëm në zgjedhje për kryetar komune, sepse balotazh nuk ka në zgjedhje për kuvende komunale. Do të thotë të gjitha ata, lista e votuesve jashtë Kosovës e raundit të parë do të blejë edhe për raundin e dytë dhe do të ndiqet procedura e njëjtë nga ana e KQZ-s. Po, dhe Valmir, krejt në fund, sa është numri i ekipeve deri në sa orë duhet punojnë në këto qendra të numërimit në mënyrë që të kemi sa më shpejt publikim të rezultateve, ndoshta edhe përfundimtare pastaj të shohim? Po, në qendra komunale, sipas përgatitjeve që ka bërë më herët KQZ-ja, në përgjithësi
janë 520 ekipe të numërimit me mbi 2000 antarë. Pra, këta punojnë në dy orare, puna është organizuar në 2 orare, nga 8 në 16 dhe pastaj deri në orën 24. Dhe krejt në fund, apo po i bën përgatitjet KSZ-ja për balotazhin, a është e gatshme, do të ketë implikime të tjera? Shumë prej çështjeve të balotazhit veç se tashmë janë pjesë e procesit përgatitor nga raundi i parë. Natyrisht se ka edhe çështje tjera të cilat KSZ do t'i bëj nga fillimi, do t'jetë votimi jashtë Kosovës që, siç e përmenda atyre votuesve që në komunat e tyre do të ketë raund të dytë, do t'i dërgohet pakot me fletë votime dhe pastaj do të caktohet edhe kozgjatja e fushatës për raundin e dytë nga ana e KSZ-s. Ende nuk kemi nuk ka një vendim se sa do të jetë fushata. Nuk ka një vendim, këtë e cakton Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Natyrisht se do të bëhet në një kohë më të vonshme. Ky përkufizim apo vendosja e datave se kur do të filloj fushata, natyrisht dihet se kur do të përfundoj, pra do të jetë dita e dielë ditës së zgjedhjeve në mëngjesin e datës 9 nëntor, për detaje tjera vendosen në ndërkohë nga KSZ. Dhe a është herët flitet për kostën, sa do të jetë koshtja e balotazhit apo është herët? Jo, tani nuk mund ta dim me para, si KSZ ne e dim numrin e komunave që shkojnë në balotazh vetëm me rastin e certifikimit të rezultatit përfundimtar. Pra, ajo që ka shohim, që ka publikojmë deri më sot në platformën e rezultateve, gjithmonë këto janë rezultate preliminare. Certifikimi i rezultatit përfundimtar do të thotë përmbyllje procesit zgjedhor të raundit të parë dhe vetëm atëherë pastaj do ta dim me saktësi të plotë se cilat nga komunat do të jenë në raund të dytë. Atëherë falenderoj shumë që ishte sot në këtë intervistë. Faleminderit dhe juve për kohën. Faleminderit shumë. Ka qenë Valmir Elezi nga Qendra Komunale